dhe do të paraqis planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit, edhe ne. Në ndërkohë, po e nis me Lutfiun. Lutfiu më shkruan se PRZ për Zotin, domethënë me këto shkurtimet. Je njishi për Mexhlis, por personalisht jam i zhgënjur. Sinqerisht më ngjallë shpresë në 2013 që mund bëje shtetin juridik, por më zhgënjeve. Tani Lutfi, ti e ke seriozisht, por nëse ka një betejë madhore të përditshme, më e vështira nga të tëra, se po mos ishte më e vështira do e kishim bërë tjerët më përpara. Që askush më përpara nuk e ka marrë përsipër, është pikërisht betejë për drejtësinë. Dhe nëse ka sot një moment në historinë tonë ku faktikisht barazia para ligjit po synohet jo me llafe, po me vepra, është ky moment. Dhe ky moment ka ardhur si rezultat i kësaj betejë.